Votat për të bërë përsëri kryeministër i Kosovës nuk i ka. Andaj, një ditë pasi shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës i thanë jo një qeverie të re të drejtuar nga ai, Albin Kurti doli në konferencë për media për të vajtuar. I bëm ftesë 2 herë LDK-s dhe kemi qenë në kontakt vazhdueshëm me Nismën. LDK refuzon kategorikisht një qeveri të udhëhequr nga unë, kurse Nisma përfundimisht nuk deshi të jetë në një qeveri që e drejtoj unë. Kreu i vetëvendosjes tash e sheh vetëm një zgjidhje. Nuk ka rrugë a mënyrë tjetër përveç se drejt zgjedhjeve të reja. Është për të ardhur keq se përveç balotazhit do të mund të kemi edhe 2 herë zgjedhje, kemi mundur së paku këto zgjedhje të dhjetorit të evitojmë e të kemi eventualisht vetëm ato në pranverë. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Kosovës, Albin Kurti, nuk arriti të sigurojë të dielën 61 votat e nevojshme për ta qeverisur vendin edhe 4 vjet. Tani mbetet presidencës të vendosë për hapat e mëtejshëm. Shënjestër.net